Nga Elbasan. Pse në Gjinar sot? Për qef, për dalin familje. Ndërkohë përballeni me rrugën e bllokuar apo jo? Po nuk çfarë i bën, ku e dishin? Nuk keni patur një informacion? Jo, fare. Si di, si që kam gjuhë, ndodhin, po ne si jemi nga kjo zonë, se dim. Po dalin gjirë. A kishit informacion që rruga ishte bllokuar? Jo. Do shqipa shikoj. Ti ishte ashtu si nisë fare. Ju jeni edhe me fëmijë, është të vështirë të shikojnë automobil, të ftohtë në makinë, ndërkohë që duhet ishit. Po të shikoj ose djetë një punë që të zjasi, mirës është, po që ose ka ndodhë të shi afër, domethënë se kanë ditë që është bllokuar rruga, nuk e dishim. S'ka se do njoftime, se do tabele që thotë që shikoni se rruga bllokuar ka punim apo njëra tjetër, nuk e di. A nuk mendoni që zonat që cilat kanë potencial turistik duhet të jenë në vëmendjen e autoriteteve? Normale, sidomos kjo rruga Gjinar shumë që unë kam vite pa ardhur, por pash që është shumë katastrofë, shumë e shkatërruar. Gjithmonë që vendet turistike në Europë janë gjallë më piktorese që janë gjë e parë që banë rrugët e shërbimit, pastaj tjerë, kurse këtu funksionon kratë kundër. Por se ne s'kemi rrugë. Ja, lamnesh në vdiqim. Edhe një që e kemi në Greqi, le makinën në Elbasan, edhe marrim makina tjera. Ndodhë shpesh që të bllokohet rruga? Sa herë kështu, Që të rrëshkasi? Pa me shira të rrëshket sa herë. Sa hera. Pra nuk është hera e parë, po thoni? Po nuk është hera e parë, jo shumë raste.